mbyll gojën. Asnjë. E kuptova. Tani, përpara se të falenderoj, të lutem se her pas here ke lëvizur me duart. Më bën shumë përshtypje duart tuaja me kallo dhe me disa shenja. Tani, një inxhinier, një pedagog, jo, i drejtoj pak këtu te kamera këtu. I drejtoj, po s'kam para, si të ftuar unë me ato, me duar, me shenja, me vraga, me... Tregoj pak kështu. Unë kam tre vende ku punoj, zotëri. 3 vende. Që i kemi gjak, Po, 3 vende ku punoj. Po, janë me korë, janë bile, po t'i shikosh të janë me kallo, me gjithë. Drejtoj pak kështu? Bile... Jo, drejtoj pak kështu nga mua. Janë me laç, që se do dish. Me laç, Po. Këtu te thojnë? Po. Po qa, ku me laç? Sepse unë jam murator. Unë e inxhinier? Jo. Unë jam murator. Unë punoj në Suva. Unë kam një vilë në Baldushk, të cilën kam dhe jam krenar që e kam. Por mos harroj që gjithë punimet i kam bërë vetë. Me karton xhez, me suvatim, me lyri i bëj vetë, me instalime elektrike, hidraulike i bëj vetë. S'ka fare komplekse. Jo. Por gjitha të duarit i ke nga pse ndodh një gjë e tillë? Pse ndodh një gjë? Nuk ka kënaqësi më të madhe që unë po e mbarove vilën? Jo, kam mbaruar, tani bëj ato. Atëre po të them, kam 860 pemë frutore, të cilat i krasit. Ore mirë pemë, po tokën ku i gjetë, si i gjetë tokën? E bleva. Natyrisht, para të drogës e kam blerë, por e bleva. E bleva. E kam blerë. Takzosha bën me që. Dhe puna ime është 30% kohës në media. Është hobie ime. Asnjë lloj detyrimi s'kam dhe qesh shpeshherë se më thon sa lek merr. Jo, unë për këtë të falenderoj se jo, po si i vetmi, nuk e i vetmi. Nuk kam marrë një jetime asnjëherë lek nga gazetarët, përkundrazi jam kontributor me kënaqësi. E dyta është puna ime në studio, ajo për cila më garanton jetesën, dhe e treta ajo që më garanton jetën tashmë dhe kënaqësinë është puna në fshat. Po, ti të vish atje ku vi unë? Ku e ke? Baldushk. Baldushk? Do të vive Baldushku. Mua më shef me rroba pune. Më shef me bel në dorë, më shef me sharë në dorë, më shef me vegla pune dhe të shofësh oficinën që kam unë nuk e kanë as pse. Jo, nëse vi unë të vi me i kusht, vi me kamerë. Jo, ti vish me kamerë dhe unë të garantoj që do të shpijet e koteci pulave, që kam 50 pula. 50 pula? 50 pula. Po qenë? 2. Po dele? Ja. Dhi? Ja. Mlop? Ja. Po qa ke vetëm pula? Pse? Pata? Pata po. Sa? Por sa pata ke? 2 pata, i kam, po të tregoj historinë e patave ti pastaj ajo është. Po shpejt se na lej këtu se ka ngrit flamurin në regji atje. Thot mua të pata. Po shpejt, të pata. Ble 2 pata. Dhe ato u qiftëzuan dhe prodhuan 10 biba nga pas. Ato prodhuan vezë tani. 10 biba. Po jo, po vezë njërë. Po me vezë. Po pra, se në çuditë tani, se në gjone njërë. Dhe dikush më thot që duhet t'i ndash. T'i ndash. Dhe unë i vendosa në një krah të shtëpisë femrën me bibat, në krah tjetër mashkullin. Shikoja që këta rinin edhe mashkulli nuk lëvizte nga cepi i shtëpisë, femra nuk lëvizte nga cepi dhe vetëm u lërinin. Ka një karakteristikë. Po sa çfarë kanë këto kështu? Dhe ç'bëre, morëm mashkullin, edhe në distancë 20 metra e afrova tek femra ku pa njëri tjetrin. Të dy kanë vrapu drejt njëri tjetrit me krah hapur. Janë përqafuar nga ajo ditë. Dhe ati unë kam parë dashurin natyrale të thaj specie që jo më ka manitur, dhe që nga jo ditë, mashkulli ishte përpara, në mes vendosni në... Jo, femra ikte përpara, më falë. Femra përpara. Bibat? Në mes 9 biba, dhe pastaj mashkulli i cili dukuxoje t'i afroheshe të sulmonte. Nuk ka gjë më të bukur sa një gjë e tillë. Dhe nuk ishte gjë më natyrale që natyrisht në meshkujve, ne njerëzve shpeshherë, ne në Shqipëri e kemi këtë cilësi. Edhe meshkujve, mire the, të vajtje. Ne në Shqipëri e kemi, ne jemi... Tani ta mbyllun me këtë të patave, patat e Arben Meçës, historie patave të Arben Meçës. Historie patave të Arben Meçës, sepse është një mrekulli. Shumë bukur. Falenderoj shumë. Rosh ishte kënaqësi që më dhe mundësinë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i sot nga unë Lança Foku, mirupafshim.